Prodhimi dhe konsumimi i produkteve Made in Albania është forma më e mirë se si mund të rritet ekonomia vendase dhe të ndihmojnë bizneset në zhvillimin e qëndrueshëm. Thirrjen e ka bërë kryetari i bashkisë Erion Veliaj gjatë vizitës në një nga fermat në kryeqytet. Është një moment fantastik për t'i bërë thirrje të gjithë qytetarëve të konsumojmë sa më shumë produkte vendit. Ky është vetëm hapi i parë i një stalle me 110 krerë, por që krijon një ekonomi që ka punësuar 86 vjet. Pra fillon nga stalla, pastaj shkon baxho, pastaj shkon përpunim, pastaj shkon marketing, pastaj shkon në restorant, pastaj shkon ndoshta edhe në familje dhe nga kjo punë zinxhir sigurohemi që kemi një ekonomi lokale që është e vetë mjaftueshme për zonën po sigurisht pastaj edhe larg zonës për të pasur një impakt. Veliaj tha se pavarësisht mbi popullimit, Tirana është një qytet që ofron mundësi të shumta investimi. Është vetëm një dallëndyshe e parë edhe për fermerë tjerë, të cilët duke u frymzuar nga ajo që shohim këtu, ne mund ta vazhdojmë në të gjithë zonën e periferisë Tiranës. Ne në Tiranë jemi të bekuar, vërtet kemi një qytet shumë të koncentruar me 1 milion banor tek pjesa urbane, po kemi edhe një kuror të gjithë kësaj pjese rurale, një kuror gjelbër, një kuror fshatrash, po mbi të gjitha një kuror të njerëzve punëtor të rrethinave të Tiranës, të cilët bëjnë mrekulli, ashtu si Narja ka bërë në stallën e vet. Kryebashkiaku shoqërohej nga Ministria e Inovacionit Milena Harito. Ferma që vizitoi Veliaj mbarshton 110 krerëdi me origjinë franceze, të cilat garantojnë një rendiment të lartë dhe cilësi, duke i ofruar tregut shqiptar prodhime blektorale bio dhe me standarde higjieno-sanitare.